Një moment tepër dramatik tronditi shtëpinë e Big Brother, duke lënë banorët të shokuar dhe të pafuqishëm përballë një shpërthimi emocional të papritur. Fjolla, e ndjerë e shtypur dhe e shqetësuar nga tensionet e ditëve të fundit, humbi kontrollin dhe filloi të ngatërohej me të gjithë banorët, duke thirrur me zë të lartë: "Ju vraftë Zoti. Jeni njerëz të keqi." Fjalët e saj ranë si rrufe brenda shtëpisë, duke shkaktuar një heshtje të tmerrshme për disa sekonda. Banorët qëndruan të shtangur, nuk e prisnin një shpërthim kaq të fortë dhe kaq të papritur. Pastaj, si në një instinkt të menjëhershëm, të gjithë filluan të afrohen drejt saj. Duke u përpjekur të kuptonin se çfarë po ndodhte dhe për të ndihmuar Fjollën të qetësohej, Fjolla filloi të qante me të madhe, lotët rridhnin pa pushim dhe trupi i saj dridhej nga emocioni i përzier, frikë, dhimbje, dëshpërim dhe ndjenja e pafuqisë. Banorët rreth saj u përpoqën ta qetësonin, disa e përqafuan, disa e mbështetën fizikisht, ndërsa të tjerët thoshin fjalë qetësuese, duke përpiqur të ndërprisnin ciklin e ankthit dhe stresit që shpërthente nga ajo. Atmosfera në shtëpi u bë menjëherë kaotike, por jo në sensin e zakonshëm të lojës ose debatit. Kjo ishte një situatë reale, një shpërthim emocional që nuk mund të kontrollohej. Banorët vrapuan pas saj, duke e ndjekur kudo që shkonte brenda dhomës, duke u përpjekur të mos e linin vetëm dhe të ndalonin lotët dhe ulërimat që po e mbushnin ajrin. Momenti tregoi një tjetër fytyrë të Big Brother, jo vetëm intrigë, strategji dhe nominime, por edhe dobësitë e thella njerëzore, ankthi dhe lodhja emocionale që mund të krijohen nga izolimi dhe presioni i vazhdueshëm. Fjolla, për një çast, nuk po luante lojë, nuk po manipulohej dhe nuk po mendonte për publikun. Ajo ishte thjesht një njeri në krizë emocionale, duke treguar gjithçka që mbante brenda për ditë të tëra. Pas disa minutash, me përpjekjet e banorëve dhe me praninë e tyre fizike dhe emocionale, Fjolla filloi të qetësohej ngadalë.